marketing dhe në vazhdim pra e përmenda që do të nisim këtë vazhdën e këtij transmetimi special për nderit të 17 shkurtit, edhe më gjërësisht me muzikë, ku ka më mirë sa nisim me historinë tonë, me atë që përmes vargjeve të ndryshme, artistë të shumët, po i them kështu nga zemra, din ta transmetojmë më së miri, ta sjellin historinë përmes këngës. Dhe do të flasim pra edhe më gjërësisht me ata të cilët i kam kështu për qefi në këto festa, ata të cilët transmetojnë si gjithmonë në mënyrë më të mirë të mundshme këtë energjinë e historisë tonë kombëtare ndër vite. Po flas për një grup të cilët do t'i prezantoj një ka një. Kam Shemsillahin këtu në krauntin të majt. Mirëmëngjes Shem, dhe faleminderit që jeni këtu. Faleminderit për juve për ftesë. Xhemal Kelmendi, faleminderit shumë zotri Kelmendi që jeni këtu. Mirëmëngjes, mirë se gjetëm. Dhe Burim Hajzeri, Burim mirëmëngjes, faleminderit që jeni këtu. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Po e nisim pra fillimisht me ty, Shem, nuk është hera parë pra që ne flasim edhe realizojmë realisht intervistat të tilla për festa. Po si ka shku, dhe i thash apo çka shem ndryshim për këtë 17 shkurt, sepse jam e bindur që jeni të aranzhuar kështu me programe të ndryshme. Po pikës por e përshëndesim juve, edhe njerë po thonë që po na merrni, edhe po na ftoni në këtë emision posaçëm që kanë dhonë jetën gjinja njerëzit dëshmurët, martirët e krejt që jem nësët të. Pak ndryshim është një zbehje e pavarësisë tonë, që shë kupta jene. Se qëllimtarë dhe më unë, themelurësit e ushtrisë qëllimtarët Kosovës po mohën pa drejtësisht në gjyshin e Hogës. E unë nuk shabu apel të gjithë shqiptari sa në mbonë ka janë peksoj studiot juve në këtu, pe i kanal dhejqit, që më quhe sot me dalë në protesti malë e bagël, që kërim është imi për fillim. Po, dua dhe një urim prej juve, Zotri Xhemal, një urim prej juve për nderit të 17 shkurtit. Po gjithashtu dhe unë ju uroj gjithë shqiptarëve festën 17 shkurtin, ditën e pavarësisë. Gjithashtu dhe ju uroj lirimin nga Hogat, që po mbahen padrejtësisht, çlirimtarët e Kosovës. Shpresojmë që dalin sa më shpejt dhe të jemi të lirë me te. Po. Zotri Burim? U bashkangjit e murimit, nuk ka çka të shtohet tjetër përveç se të jemi të bashkuar e jo të përqarë, nga se përqarja çdo herë është e keqe, dhe nuk ka rezultat mirë, po shpresojmë që krerët tonë të kthehen shëndosh e mirë, nga se jemi përmalluar për ta, por shpresojmë që mos përsëriten më këtë gjëra për arsye se vërtet është padrejtësi e madhe, por shpresojmë që spori ata të kthehen shëndosh e mirë në familjet e tyre e ne të festojmë me shëndet e me të mira ashtu na ka caktuar Zoti i Madh. Po, Shem, dua të pyes edhe pak për këtë çështje, sepse ju performoni edhe në oda që kanë mbetur si zakon edhe që ruhet vazhdimisht. Cilat janë këngët që po kërkohen më shumë në këto lloj festa, në këto lloj organizime? Po na provë shumë në aheng, dëmon për pavarësinë, edhe mas shumë të kena knu për pavarësinë gjimë. Dhe këtina diko ka në dë, në 0.9 dëmon, mas shumë të kena knu për pavarësinë, për dëshmurët, se puna për lip qashtë. Edhe, mos me të rajtë e që kena knu e, Hashim Thaqin, Kadri Veselin, Salim Mustafen, Recep Selimin, Jakub Krasniqin, krejt ata që janë atje në Hogë. Se qashtu i kërkojshin, edhe unë e thamë, edhe në mendim im është, veç një kohë, kër o konë 98, 99, tha që ishin sërdë natën, tha e shishin Hashimin nënër. Apo kuptën? Hashimin e Regjepin, e Salihun, e krejt këta themelurës të ushtrisë qërimtarët Kosovës, se nuk kanë mujt me vlejt. E janë dhe shqip pulsa që të na, sëd, që peshohin nënër. Ata do të me dalë protest, e do të me bashka gjithë protestet, e do të me ditë atë punë që kërë konë koha mas shtiri, ata e kalon familjet e tyne. E kanë here, pse me të rajtë mu vojë më rëthën, se na i na konë për dikun vetë, pe i okupatorit sërbë, dikun, se na, dhe më thonë, dikun 95 ne kanë mytë një migjë, panë keshtë të peripi dhe stonë kooperarëm. E ku shkoj shanë shkollë, kërë në shanë shkollë, këtë shpija migjës ishe rrëtheku me parat 95. E kanë mytë me dhe unë,
e njerit gjallë nuk ka qitë shok as kërkonën heq, dëmon që ka bashkëpunu me ta, po ai e ka furnizu dhe Azerbajxhanin, po edhe ka Erella dhe Mjashorin me armë që i ka në regjibet, edhe për të ka dhe i rast shkurë se mështë të që i gatë. Unë kom kënu një 17 vjetë me vlozit Doroku. E rahmeti po shpirti Kadri Doroku merë muë, shkojna në dorsëm, te i smeta slone, te komandanti, mas lufti po vlasë. E shkoni plak aty, e dule në apretën, e në ashtë në rene për vetë Kadrin, thët, po ju e për një, po që këtë djali ri, kush është? Po atë Kadria, thët, këto kina dhonër, thët, e kjo është i Tërnavës, i Kalzën. A, bre, thët, e kum posi shak atje, thët, Tërnavës, që shumë e kum deshtë. Thët, po e ka mytë policia. Thët, po migje ka posë. Kur i ka thonë migjë, o konë zidi, muri, e në konë karrika të krejtë, rrëth edhe zidi dorësë me modhe, edhe im qu për mjanë dërën, ja, tha këtë stepi dërën. I ka shty krejtë karrika të ardhëm, ka ko për shofe pjatë, herit ku më thonë, që traditën e kumbit shqiptar, traditën e familjes, për mua, aj që nuk e runë, aj nuk egzistën. E tradita e kumbit shqiptar, e pavarësia, e krejta i gjak që dirë, pjatë dhe Mjashorit, e prej këtyne që kanë kontribu për këtë pjesë të luftës, pa mërë parasysh kush ka luftue, kush s'ka luftue, kush i ka dikush odut aty procesit me jetë. E mos më qu për ta, e mos më bu për ta, zëtë më shërnamrit, që ka që është pejmi. Po, me kaqëve të s'po du me vazhdu as më shumë këtë pjesë, sepse edhe vetëm emocionale kur folim për këto rrëfime. Kretë familja ime ka kojtë kër e konë ti kër e ke po migjën tënë. Është goxha emocionale, sidomos kur bëhet fjalë kur nuk e shef për një periudhë gjatë edhe atë mungojnë, patjetër që mungojnë. Kështu që po ju lë me bë atë që ju dini mas miri, pra me ju drejtu popullit përmes këngës edhe përmes vargjeve t'juja, edhe me sjell historinë, me sjellat ndjenjen patriotike që kur më shumë se sot realisht nuk duhet kënduar për ta. Pra, sot më shumë se kur krerët ka nevojë për mbështetjen tonë dhe ju vetëm, gjitha familje, gjitha ata që në një formë apo një tjetër kanë kontribuar për lirinë e vendit e meritojnë, pra sot që dedikohet kjo festë dhe kjo këngë. Kështu që Shem, Xhemail, burim, s'kena për juve. Faleminderit. Faleminderit. Bukur pa më rëmëllë. A të që zëmë, hajtë volën për, hajtë.
jo, se ljojnë dorëzimin. Shqiptarët e vjetër në kohë lere, për kohë të lirise, zemra për t'ju re.
Kosova jon, pavarësi oftan. O Kosova jon, pavarësi oftan. O lirim të shpejte, ju me uroje. Krizi pushka urshtoj Kosova. Oj Berliri, unë rrugë e zhudha. E një ushtrirjen si rojpeja. Oj ka dal male, oj që këja. E krizi pushka djeli shëndriti. O, po e lufton zahir pa jaziti. Krizi pushka për mi peso. Oj zburton kalaje vërtris. E në mon oj gjaj me bat hakipin. Oj kanë dal e shkahutin e prit. E në zahir tri me edri dhe tuken. O, dymnet shkebe jam ka e koken. Sode Kosova për ju këndon. E për ju të ri malqerat e të shmor. E në antorin e liris. Oj për Kosovën karate dhe hore. E krizi pushka gjeli